Shqipërinë e vogël, Brigatiku që dikurën Verhoxha e quante shtjella e pamposhtre e socializmit, një bastard politik i tyre Edi Rama ndërtoi kështjellën e drogës, krimit dhe vjedhjes së qytetarëve shqiptar. Këto rezoluta nxjerrin në dritën e diellit keqpërdorimin e drejtësisë dhe reformës së drejtësisë në narko-regjimi. Dëshmojnë se Altin Dumani nuk është gjë tjetër veç se një Altin Troplin. Apo poja i skapit, që një vërbridh dhe fanatizëm politik sulmon me tërbim pluralizmin politik në Shqipëri, duke harruar se ajo është arritja më e madhe. Arritja më e madhe e shqiptarëve në rrugën e lirisë pas pavarësisë së vendit. Këto rezoluta denoncojnë aktet e këtij mercenari që për të fituar mandatin e 4 padronit i tij pas një bazë ligjore dhe në arrest, në ndjekje penale apo arrest shtëpie, liderët e 3 partive politike kryesore, duke u bërë kështu një shëmbëltyr e shëmtuar e prokurorëve të diktaturës komuniste. Këto rezoluta janë gjithashtu një paralajmërim serioz për avokatët e narkoshtetit në Shqipëri, në Europë dhe në botë. Unë u them shqiptarëve se në tërë ekzistencën e tyre, një armik më tegër se narkoshtetin e Edi Ramës nuk kanë patur. Është vërtet se diktatura moniste e Enver Hoxhës ekzekutoi mbi 7.000 shqiptarë për fjalën e lirë, dignitetin njerëzor, dashurinë për Shqipërinë dhe Zotin. Internoi 10 mira të tjerë, persekutoi 100 mira. Por kur Shqipëria, atë që psoi këtë 10 vite, nga efekti i narkoshtetit nuk e ka pësuar. Largimin masiv të shqiptarëve dhe zvoglimin, rënjen e të mërshme të popullatës të Shqipëri në 10 vite. Avokatët e narkoshtetit nuk flasin kur për këtë rënje dramatike. Sepse ata verbrisht ose nuk shohin realitetin ose paguhen nga Edi Rama. Por sot, narkoshteti në Shqipëri, sipas dokumentave zyrtare, faktohet në formën më të egër të dashur qytetarë dhe qytetare. Njerëzisht ju lutem, të lexoni të dhënat e fundit të Instatit, institucionit të statistikave zyrtare. Ato paralajmërojnë katastrofë në çdo aspekt për shqiptarët. Ato tregojnë së pari se linjet në Shqipëri kanë rënë në nivelin që ishin 100 vite më parë, kur ishim 700.000 banorë.
dhe kjo për shkak të largimit të shqiptarëve. Ato tregojnë se nga viti 2018 e gjerë sot, në këtë tokë, në këtë vend për herë të parë në histori, vdekjet dominojnë mbi lindjet. Ndjeshëm dominojnë. Ato tregojnë se ne sot kemi tregues të lidhshmërisë më të ulët në botë. Dhe së fundi, po Instituti i Statistikave pohon për herë të parë se e goditur nga paraja toksike e drogës, ekonomia shqiptare është në rënje të lirë. Sipas këtyre statistikave, për herë të parë, ekonomia kontribon vetëm me 49% në rritjen ekonomike. Vetëm me 49%. Sipas këtyre statistikave, në rritjen ekonomike kontributin kryesore ka shteti, me rrogat që jep, me pensionet që jep, me sigurimet shoqërore dhe sigurimet e tjera. Sipas këtyre statistikave, të ardhurat kryesore nuk vijnë nga prodhimi, por vijnë nga taksat neto. Do ta kuptojë çdo njeri çfarë është taksa neto. Është taksa që merr mbi produktin qeveria duke zbritur shpenzimet që janë bërë. Por çfarë ndodh në Shqipëri? Në Shqipëri çmimet rriten muaj pas muaj, vit pas viti. Dhe ky është një mekanizëm i tmerrshëm, rritja e çmimeve rrit taksën. Dyfishimi i TVSH-s dyfishon të ardhurat nga TVSH-ja. Dyfishimi i çmimit dyfishon të ardhurat nga TVSH-ja. Çmimi i naftës në stratosferë mban në stratosferë akcizën. Dhe këto që quhen pra taksa neto, këto janë burimi kryesor i rritjes ekonomike. Dhe kjo është rritje falso. Pak vite më parë, shumë pak vite më parë, të ardhurat nga profesionet e lira ishin 12%. Kanë zbritur sot në 1%, pas betejës që bëri kundër profesioneve të lira. Ikën.